Pra thot Allahu në Kur'anin e Kerim në ajetin 53 në surën Zumar, Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. O robët e mi, ka thonë Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu, ja Muhammed thuju o robët e Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu, alladhina asrafu ala anfusihim. Dhe në mendje fjalës asrafu ala anfusihim, e thonë ju të cilët në të këshia edhe në mungesa në negative e keni tepru. O ju rob të Allahut të cilët në anën, në fushën e veprimit, në anën negative jeni të tepruar, jeni tepër. Çka do me thonë jeni tepër? Do me thonë ju jeni të pambrojtur, pejgamber nuk jeni, edhe çare se keni pagabu. Po pse plot dita jetoni ju në këtë botë, plot gabime ju mbledhen. Për shkak se nuk gëzon me ngrejt gjithin kërkush me thonë, unë jo, sot unë e kam ka përci, këtë spata kur gjohë, jo, masi që jeni të përbit shumë deri të disni, edhe gabi pejgamber nuk jeni se keni qare pagabu, kur ti mbledhni ditat e ju në 100 veta, 6 veta, 7 veta sa keni jetu, ju bon juve shumë dita, pra juve ju kanë bo shumë gabime. Po me ndojnë ma shumë se një gabim, mrene një dite, atëherë me siguri, 100%, e kemi Allahu Gjelle Gjelalu parasysh, edhe ajetin e ati dhe ja ibadi alladhina asrafu, o ju të cilët me gabime jeni të tepruar, keni tepër. Mirë po, kur ndëgjoni këta prej Allahut, kur ndëgjoni këta prej Kurani Kerimit, kur ndëgjoni këta dhe korrigjoni vetën, se ajo që për ju thot Kurani Kerimi është e vërtet me atë që ne e bojmë, me ato gabimet e tona që ne i përjetojmë, edhe i bojmë këtë jetë për një me, duhet me hap veshin mirë asaj që po vjen në jetë mas saj dhe i tash që e tham. Pas mi shumë dita, pas kemi shumë dita dhe pas kemi shumë gabime, digjona në u bon qarta. 70 vite, ka 300 ditë që ati dikun bojnë nomi i ditave. Bojnë ka 20.000 kusur ditë, shumë. Në regull. 20 kusur mi ditë, 30.000 dita ki jetu në këtë botë. Ka di gjunohe, nomi i gjunoheve, shumë. Këto i mësum pra, shumë dita edhe shumë gjunohe. Ta shkush e ka renin? Ta shë e ka renin me avu menën, ajetit Allahu Gjellë Zelalu në vazhdim. A thoni ju që i keni jetu shumë edhe keni ba gabime shumë. La taqnutu min rahmetillah. Mosu harroni, mosu largoni prej rahmetit Allahu Gjellë Zelalu. Mos harroni se rahmeti ti prap ashtë mbi kujdesin, prap ashtë mbi juve. Ju jeni prap në kujdesin e Allahu Gjellë Zelalu u Gjellë Shanu. Ju kanë mlu gjunat, ashtë gati rahmeti Allahu me ju mlu mbita. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله جل جلاله وجل شأنه يفشين جنوه جثة. إن الله يغفر الذنوب جميعا. أتيجي كامات سيني بري مسلمان سندشت رمضان kur ka agjëruar një muj e ka folë dhe fjalë pa lidhje. Kjo i ndodh njerit. Ati që i ka me aksini se ndoshta një muj se ne bona që shë dënë Zotë Gjellë Gjellalu, me sigurim ka me atë dikun të rizbrasin, që atit ka me aksini në fund Ramazanit. Allahu Gjellë Gjellalu ka thonë, la të khnutu më rahmetillah, mësu largo për e rahmetit Allahu, se që atë zbrasinën që ti e kelon, edhe të ka me aksini se të ka me atë pak zbrazët, Allahu Gjellë Gjellalu hu e Gjellë Shanu e ka plëtsu me siguri. Kër e din ti që të ka me aksini me ta pas plëtsu, është plëtsu me siguri. Edhe la të khnutu më rahmetillah, mësu largo për e rahmetit Allahu Gjellë Gjellalu, thujës, Allahu mërhamni o zët, unë e bona, ama sa pata mundësi unë me e bona, që të rënkuj për e alon, për të alon tije. Si të ketë me atësini se ke bon vej për Ramazan negative, ke bon dhe një pun me bikaona fizike, ke bon dhe shka keq, mësu largo për e rahmetit Allahu Gjellë Gjellalu, sa ate, la ta ka plëtsu Zotë Gjellë Gjellalu me siguri. Këto nuk janë tonat, këto nuk janë fjallë hoxhe, nuk premton hoxha këtu kur gjon. Këtu flet Allahu Gjellë Gjellalu ka thonë inna Allaha yaghfiru dhunube gjemia, me siguri 100% ka thonë Kurani Kerim, unë i fshi gjitha gjunat. Shka të me thonë i fshi gjitha gjunat? I fshi të voglat edhe të mlojet. Fjala gjitha gjunat Kurani Kerim e ka për qëllin gjunajnë e marë edhe gjunajnë e vogël, me kusht që robi Allahu Gjellë Gjellalu të këthejat ka aj, me kush që robi Allahut li faljen, Allahut tja lipe, lipja faljen. Inna Allaha Ghafurur Rahim,
Ka thonë Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanu, unë jam aj falësi edhe aj mëshiruesi, aj që ka baj rahmet, innehu huwa al-ghafurur rahim. Ka thonë unë ja fali njeriu. Në këtë ajet në surat Zumar është përdor fjala asrafu, është përdor fjala të tepruar nga bime. Ne nuk guxojmë besimtarët me kuptu të tepruar nga bime, se njerëzit pas kanë apetite me gabu shumë. Këta s'guxojmë me kuptu për këtij ajeti. Po duhet me pranu se gabojmë shumë. Duhet me pranu se gabojmë shumë. E që tash, nuk është fjala xhamati nderuar për njerëzit të cilët vinë në xhami me fal xhumon, po këto nuk dalin jashtë asaj se gabojnë. Ato që ka falin namazin, se muslimani edhe falet, edhe gabon. Muslimani edhe falet, edhe bën gjuna. Kur kush nuk guxon me lip, se kur çka po ndëgjojmë dhe në arë për njerëzive, çka po mduhet bre muaj namazi filonit. Ai edhe në xhami, edhe për jashtë xhamisë berbat, po si ai velas falna, tamam. Nëse ti mendon se e ke kështu vëllai jam një mendim deri dikun, mirë po, ai që falet, ai që e fal namazin, edhe bën gabime jashtë namazit, ai ditën e kiametit, do t'i thojnë ti namazet i ke, do të dënohesh për atë që ke gabu kur ke dalë për namazit. A ti që si e fal, ti që si e fal, ti do të pyetësh që si e fal, edhe do të pyetësh që ke bë gabime si ai që a fal, edhe prap do të pyetësh për atë që e ngarkuje përzia gjekus duhet. Do të thotë ti do të jesh 3 herë i ngarkuar. Tu 3 ngarkesat shumë të mëdha, edhe njëra edhe tjetra. Si e fal? Edhe ke bë gjuna, si ai që ka fal, edhe ka bë gjuna, edhe plus asaj e përzia gjekus e ke punën. Unë si ai unë shiq pa u fal. S'ka nevojë jo vëllai jam i dashur. Jo vëllai jam i dashur, jo në atë kuptim. Po duhet falemi, e të mundohemi mos bëjmë gjuna. Ta kërkojmë rahmetin e Allahu Gjelle Gjelalu, edhe atëherë kur na rëshasin komt. Kjo është feja jonë. Ta falemi namazin, mos mundohemi mos me bëjmë gjuna. Kur na rëshasin komt, ta lipni mëshirën e Allahut, ta lipni rahmetin e Atij, se rahmeti i Atij është, ka thënë la taqnutu min rahmetillah. Mos u largoni për rahmetin e Allahut Gjelle Gjelalu. Se s'keni tjetër zoti. Nuk keni tjetër kuj me alip rahmetin e Tij. Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu ka ban rivayet me një hadith Rasulullah s.a.s. ka thonë lemma qada Allahu l-khalqa, lemma qada Allahu azza wa jalla l-khalqa, Allahu a dit kër i ka kriju krijesat e veta, ka kriju qiell, ka kriju tokë, edhe i ka kriju ato që i ka kriju në tokë, i ka kriju ato që i ka kriju në qiell, sikur me lajket, i ka kriju e gjinët, ka kriju çdo gjë. Ka thonë pas krijimit të çdo krijese që e ka kriju Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuh, kataba fi kitabin indah, ka shkrujt me një kitab, me një letër të aj. Ka thonë Rasulullah a.s. kjo letër është në arsht Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuh. Ki shkrim, ki botim ilahi, janës Allahu Gjelle Gjelaluhu ruhet me një vend. Ka thonë në qatë letër nuk ka shkrujt shumë gjona, ka shkrujt një fjali shumë shkurt, a që shkurt sa që njoni prej muslimanve prezent në gjami ka mundësi me majt men, a që shkurt e përbome prej 4 fjallëve ki ka mundësi me majt men, kush ka dëshirë ka mundësi me shenu me një blok shumë shpejt për ta pas me vet i gjithmon dhe njëherë e nëzër me ndilin e vet edhe shiqen qka kishte shkrujt Allahu Gjelle Gjelaluhu me një letër të vetën në mënirën e ti që shkrunaj a dit qka i ka kriju këtë gjonat shumë shkurt. E thonë inna rahmeti sabaqat ghadabi, e thonë inna rahmeti ghalabat ghadabi, rahmeti jam e kam mbulu azabin tem. Pala u mendoj se s'ka nevoj me ullodh kokën. E thonë rahmeti jam është më i gjerë se hidhnimi jam. Po kështu e ke let gjemati jam i ndershëm me majt men, kështu e ke let mirë, po kjo ka përkthim pa koment. Unë do ta komentoj çka ka në renda. A ti merë një herë si përkthim, rahmeti Allahut e ka tepru, e ka mbulu hidhnimin e tij, do me thonë është më i madh. Kjo ka përkthim. Unë do ta komentoj ta di çka ka në renda në ta, që ti të shkoj shumë i shërum. Kur je me një vend, rahmeti Allahut e ka mbulu hidhnimin e tij, e ka kuptimin. Kur jeti me një vend, apo kur jeti me një gjendje, edhe është vetëm se ke bo gabim.
e shavetën se ke bo një gabim i cili ka ngushtu shpirtnisht, ke ra me një gjendje me një hal të cilin për një meke me vërtet ke nevoj me akajt atë hal dikuj, e që tash ka njëherë njeri din kuj me aqajt halët, ka njëherë nuk din kuj me aqajt halën e vetë. Dikush ja qanë halën e vladit, dikush ja qanë halën prindit, dikush ja qanë halën dostit, dikush ja qanë halën e vetë hoxës. Do të kam këtë problem, këtë. Më spari para se t'ja qajsh halët kejtë qitive, kuj dush me aqajt halën? Halën dush me aqajt Allahu tanë që ka t'ka kriju më spari, me atë me u lirë. E që tash pra, në këtë gjendje, kur je ka shngusht, edhe me ndonë ti se s'ka ma rrugdalje, se ke gabu, ke bo një gjuna shumë të marë, që atëherë si pas këti hadisi, e ke përdetirë në përmet këti dërësit sotit, më një arë me unalë me thonë se unë, jam me një fush pra shumë të ngusht, rahmeti Allahut edhe fusha rahmetit ati, ashma gjonë se une, pra prap mirja.